Në vazhdën e shumë personaliteteve të cilat i kemi ftuar në emisionin tonë pa rrotlla, të cilat kanë folë për luftën dhe që kanë qenë pjesëmarrës direkt ose indirekt në luftë, neve sonte kemi ftuar njërin prej komandantëve të zonës së Llapit, Rustem Mustafën, të njohur në opinion si komandant Remin. Komandant, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kam gjetur. Ne do flasmin pjesën e fundit të emisionit për këto fushata që në marrë gjatë këtyre ditëve në disa portale, në disa mediume, por fillimisht a janë këto fushata të reja për juve, apo kanë fillu mbas barimit luftës në Kosovë? Se ju jeni ballafaqu më herët me këto fushata. Spori po them Milem se mu më lejohet tashni me thonë me që vetë jam pjesë e kësaj fushate. Po, në falë që nuk të prezentova si vrasës, sepse në njerën prej shkrimeve për kolegët e tu, për Samin, për gjithë komandantet, thuhet që vrasës është edhe komandant Remi, Gjavit Haliti, Bekim Haxhiu Kamishi, Adem Jashari, ja këtu jenë në listë, mbas Azem Syles edhe Adem Jasharit, Latif Gashi, Elmire Qica. Ka gabuar djali. Do flasme ma vonë. Ka folë për pozitat tona, njerëz që kemi qenë pozit për me udhëheq luftën, kjo është. Por unë po e them që largësia e jetesës tonë në okupim ka bo mentalitet robit edhe s'kemi mentalitet zhvilluar. Ne, ashtu si s'kemi qenë përgatitur herë të lirohemi, liria dhe më ashtar me vones, atër kur kemi punu në mënyrë strukturore dhe me ngollë gjithë populli i vendit, politika dhe ushtria, që është ushtria shqiptare e Kosovës, erdhi liria, por pas liria ne nuk kemi pas mundësi, nuk kemi ditë me mendu mirë për me imbyll gjitha rrugët që quajnë të shtetë ndërtimi. Një prej këtyre që po zvarritet dhe që është e rëndë është ndjekja e njerëzve që kanë udhëheq kapacitetet e luftës me mjetet domosdoshme për ta pru lirinë, mjetet domosdoshme vinë deri aty që emnojnë vrasin, ai djali që ka dashur me thonë. Gjithë e dinë se organizimi i kapacitetit ushtarake ndryshon për partije politike, nuk është demokratike ushtria aq sa është partia apo subjektet tjera të organizume, ndryshojnë sepse përdorin mjete për arritjen e lirisë. Për arritjen e lirisë është përdorimi i mjeteve pak më radikale dhe ne e kemi bërë. Mirë po s'kemi pas kapacitete për me orientu edukimin, zhvillimin edhe kulturën në nivelin e duhur. Ju e dini, po e dini i gjithë vend, se në gjithë botën të kulturuar dhe të edukuar thirrën njerëzit që i dalin në vendit Zot në nevojë. Kurdo që është nevojë i dalin Zot. Këtu pas lufte ka mbjetu një kohë edhe mbetjet e vendit që e gëzonim deri në liri, dhe më shumë kanë folë për kulturë ata se sa njerëzit që kanë qenë kapacitet, që kanë urnuar kapacitetet e luftës dhe kanë sjellë lirinë. Shumë gjona pej mos guximit njerëzit nuk kanë guxoft me i folë, është dashur të jenë më lirë, kështu që po më duket që jemi vonuar mirë, po do si do. Ne ende kemi kohë për të organizuar dhe për të këndellë, për të debatuar dhe për të siguruar ata që janë të interesuar, ata që janë të interesuar tash janë shtetet që udhëheqin kapacitetet të rendit dhe drejtësisë në vendin tonë EULEX, bashkë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ju shpjegua mirë rëndësinë e dëbomave tona për me arrit lirinë. Ne kemi pas dy arsye për të sjellë në luftë mirë. Arsyeja e parë ka qenë tradicionale. Gjyshit e mi juajt edhe të gjithëve kanë pas disa rregulla, sepse ne duke qenë popull nën okupim, me luftra jemi rritur, ka pas shumë luftra, por ka qenë disa rregulla ku fëmijët, pleqt,
edhe kategoritë shumë të tjera gra nuk kanë leju me marë. Ne kemi pas këtë traditë, por kemi gëzue edhe një kusht tjetër. Ne kemi ditë, gjithë ata që kemi udhëheq luftën, jemi kënd bindë, kemi qenë bindën se bashkësia ndërkombëtare do të kooperon me ne, do të angazhohet me ne, do të na ndihmon vetëm nëse sillemi mirë ne. Këtë që po du me thonë, janë dy shtysat mëdha që kanë ndikuar te ne, pse ne jemi sjell aq mirë sa habitën ata që njohin luftën. Unë personalisht e di që jemi sjell shumë më mirë se sa të mos i kuptonim këto dy rrethona prej ku vinim. Ne vim për një vendi ku kemi traditë shëndosh për rrethona lufte, por vim nga ato kapacitete ku kemi një fuqinë tonë. Dhe ne vetëm fal organizimit kapaciteteve në gjithë vendin, komunikimit mirë në gjithë vendin, të rreshtimit dhe të veshjes në uniformë të ushtarëve me armën në krah, ky organizim ka thirrje për me ardhur forcat e NATO-s për me na ndihmuar ne. Do i thonë këto, po them se ka keq kuptime, ka keq interpretime, duke mos qenë ne të gatshëm, të aftë, ose duke mos qenë në kohë. Ndoshta edhe s'kemi pas kohë, për të menduar të shpjegoj këto rrethona, i kanë shpjeguar tjerët. Tjerët i kanë shpjeguar për nevojat tyre. Dhe kush tjerët? Ata që kanë qenë ndoshta kundër luftës? Unë nuk du me thonë që janë kundër luftës, por ju e dini që fatkeqësisht Serbia, edhe pse ka fituar po aq sa ne me përfundimin e luftës në Kosovë, e ka llogaritë si humbje. Serbia ka llogaritë si humbje luftën, edhe duke llogaritë si humbje, potencialet e saj i ka vendosur në pozita për me spekullu, për me organizu fjalë, qena e të paqena, për t'i kombinu ato, sepse për ndryshe nuk do të dukeshin se të vërteta, dhe do si do, unë e di se në vendin tonë ka shumë pak mbetje nga e kaluama, nga sistemi që kemi kaluam, por ka disa mbetje, ato mbetje janë të papërfillshme, por ka, bashkë me ta, kanë organizuar sulm në ato vlera që ata i ka rrezikuar dhe i ka shpurë nga Kosova. Fatkeqësisht, unë jam para jush, para media, më vjen keq për jush, në rend parë, po edhe për tjera. Ky sulm i përgatitur nga ta, me që si mas në gjasa është i paguar mirë, ka gjetë vend mas pari të kjo. Duke ju kërku falje edhe njëherë, që të mos e merrni personalisht, po flas për median e pa organizuame, e pa elitizuame në vendin tonë, dhe ne kemi leju edhe është fat që kemi pas një të kaluame në media të organizuame, por pak është ndërru misioni. Pak elita e para luftës, pak ka ndërruar që të funksionoj edhe të organizoj debate, media, për me edukuar për shtet lirë, për vend lirë, për shtet ndërtem, ma shumë është marrë me të paqena edhe me punë që në fakt nuk është veç puna tash njekje e ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po kemi edhe rrethona tjera të liga që merren shumë me to, në fakt nuk janë asgjë për ne. Po vetëm këtu kur thatë që mediat janë indirekt ose direkt të pagume ose të instrumentalizume prej Serbisë, sepse ka mbetje. Po në qëse e marrim pjesën tjetër, edhe ju jeni antar i Këshillit Drejtues, keni qenë edhe deputet, njëri prej zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Në atë gjithë që jetojmë qëtu e dim që asnjë gazetar pa qenë ofër një shtylle politike s'mundet me ecë përpara në Kosovë. Tani, a do ta qysh ti këtë edhe si dështim të projektit mediatik edhe të partisë tone edhe të partive tjera? Sepse keni pas edhe ju projekte mediatike, edhe PDK-ja, edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe AKR-ja, edhe LDK-ja, edhe qysh jeni katandis atere ka qkeq pra? Njerëzit i dim përgatitjet e mia dhe kompetencat e mia për me pru këso përfundime si bini ju për mediat. Por unë po them,
ka pas individ në mediat e vendit, ndoshta pej pamundësive për me mbjetue ka qenë i paguar nga që nga organizata tjera, po unë se di çfarë, se s'kam bën një matje. S'kam kapacitete, ky mendim është individual, unë s'kam mujt me hap hetime se çka po ndodh. Mirë, po gjithë e dinë që media është e pa koordinuar, e pa organizuar dhe është me trashëgimi të lartë nga e kaluara. Njerëzit nga e kaluara thjesht dihet si kanë qenë në cilat media, prafërsisht edhe me cilat akter ka komuniku shërbimi i sistemit atëhershëm serb që ishte në vendin tonë, edhe përmes kujna. Shërbimit sekrete, fakt, ju i dini ma mirë, sepse unë nuk jam kompetent për t'ju thënë ato, por ju dini ma mirë, se nuk keni mujtë ju, po edhe shumë tjerë, t'jetoni me media në vend, ose të punoni për media në vendin tonë. Unë besoj që këtu është një qalim, po është në mos edukim i përgjithshëm për shtetë ndërtim edhe për shtetë bërgjë. Po vetëm, a mendon të tash prej kanë të vështrimit sotëm të vitit 2013, që ka qenë një gabim fatal, strategjik, i shumë partive, i shumë njerëzit luftës që kriteri për zgjedhjes të bashkëpunëtorëve, ose të mbështetjes edhe në mediume, edhe në parti edhe gjithkund, ka qenë o kriteri dëgjueshmërisë, o kriteri shantazhit, që kanë thonë njerëzit, vallai na e dim që e ka me Serbive që rrit të afër neve, dëgjon edhe neve. Mos edukimi në përgjithësi është mos edukim. Jo edukim. Ne nuk kemi qenë të edukuar për udhëheqjen politike, për parti politike, edhe po shihet për shtëndërtim. Unë jam shumë i lumtur, edhe jam shumë i kënaqur që tash kemi funksionimin e Euleksit, e shtetit perëndimor që prodhojnë demokraci në botë, që kanë ardhur ne edhe po ndihmojnë për me ndërtu ligj dhe siguri dhe ambient pak më të sigurt për zhvillim dhe edukim. Unë e di ku po doni të dilni, po mu ngan kompetenca për me pru përfundime se si kam komuniku partit me media. Unë kisha dashur të jetë shumë më demokratike, të jenë komunikimet shumë më transparente, edhe të jeni shumë më të pavarur nga politika e vendit në përgjithësi, po unë kisha dashur në veçanti të jeni nga qeveria dhe udhëheqja politike në vend institucionale, që në fakt mos ketë filtrim ma shumë se sa duhet me mediat në përgjithësi në vendin tonë. A konsideron se personalisht ti edhe grupi yt jeni viktim ma shumë e themeve e spekulimeve që ndoshta në këtë Grack kanë ra dhe prokurorët e UNMIK-ut, se procesi ju gjyqësor ka filluar në kohën e UNMIK-ut. Se një bazë është se shpeshherë na pjugjuhemi ndërkombëtarëve. Po themi se ndërkombëtarët e kanë arrestu grupin e Dugaxhinit, grupin e Llapit, grupin e Drenicës. Po te ata ndërkombëtarë dikush ka çu materiale, është kështu, ka dhënë deklarata. Edhe nëse nuk më takon edhe nuk e them edhe nuk e mendoj se unë jam viktim. Unë jam Rostam Mustafa, kam udhëheq një zonë operative të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që ka operuar në regionin e Prishtinës. Për mua ata që më duan dhe ata që nuk më njohin kanë qitë fjalë, kanë hapë fjalë. Kanë hapë fjalë në Meradije të liga, ashtu si kanë hapë fjalë shumë mira deri në Golëm. Por unë e di që gabimisht është iniciuar një procedurë kundër meje. Jam dënuar 17 vjet, ju e dini, është ardhur në gjykim, prapë në gjykim, prapë ne do të jemi në gjykatën supreme. Jam i sigurt që do të ketë përfundim logjik. Nuk mundet me pas vendim dënues për ato që kemi dëgjuar ne kësaj radhe të tjera herë. Për të vetëm qëllim, nga se ato nuk kanë dorë. Kanë ndesh gjykata e Euleksit, po edhe vendor, po edhe politika në vendin e vetë, në vendin tonë këtu, në një njëri që ai jamon, që nuk fsheh asgjë për të kaluarën, sepse s'kam çfarë të fsheh.
Nëse unë miku në atë ka gjetë 13 emra në listën e të ndalumve, në zyret të shërbimit. Ma përpara, kur më është prezentu e listë, unë fakt si më di keq. Unë ju kam thonë jo, janë ma shumë se 100 trajtuar nga njësitet që unë po dhe heqen atë kohë. Nëse ata kanë pytë për një vend shëdhëm, daluese që kemi pas në Llapashticë, unë kam thonë jo. Ne kemi pas më shumë, më tepër. Pse? Sepse ka qenë vendin nevoj. Ne nuk kemi mujtë me organizu kapacitetet, brigadë, njësi tona, tëgje, bataljone dhe brigada, dhe të kontrollojmë një pjesë bukur të madhe të vendit tonë, dhe të mos kemi dhe ndalimi për dika që kishte me prish ambientin në vendin tonë, ambient disiplinën. Dhe unë nuk muna me mendue se si kisha me operu unë gjatë luftës, po të mos i kisha dhëmat e ndalimit, spaku edhe për ushtarët e mi që ishin shumë të numër. Po du me këtë qka du me thonë, është një rast ku unë e këm trajtu dhe e këm paraqit gjithë dëbonat tona gjatë luftës, por unë po shpresoj që ka një qëllim ma shumë nga drejtësia për krahasimin e fajt. Mes Serbisë dhe Kosovës? Relativizimi i fajt. Nuk mundet me ndodhë. Nuk mundet me ndodhë s'paku në këtë mënyrë. Unë e di shumë njerë thënë sepse nuk e njojnë të drejtën përgjithësi, as vendore para sa të ndërkombëtare. Thonë, s'keni pas drejt me trajtu me ndalu njerëz. Kush ka pas drejt në Republikën e Kosovës, atëherë në okupim, me ndalu njerëz nëse unë si komandant i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtarët e mi jo. Bota na kanë njoftë legjitim, kanë bashkëpunu me ne. A mos po donë me thonë tash të tjerë që Serbia ka pas drejt. Serbia nuk ka pas drejt me ndalu njerëz. Ajo nuk ka pas drejt me qenë edhe këtu. Këto na ndihmoi bota dhe tash është jashtë vendit. Ajo ka qenë pa kompetencë duke ne këtu. Këtë çka po duam të thonë, që këtu çapo i them unë, po edhe për ma gjanë është dashur edhe ka kohë ende që të mblidhim edhe të sqarojmë objektivat tona dhe mënyrën se si kemi funksionue në përgjithësi, po në veçanti tash me njerëzit që i kemi trajtue si njerëz që kanë prish ambientin e luftës edhe kanë ndërprej, kemi qenë nga nevoja ushtarake, sepse kanë mundu me i pengu, ose është konë e mundshme që ata me ndalu operacionet tona që i bënë në operacionet për liri. A ka qenë ndoshta shumë ma mirë si kur ju ish komandant të zonave, të mblidheshit disa vite mbas lufte duke pa proceset se si po rrjedhin qëllimin, strategjin, projektin edhe serb, po dhe projektin e UNMIK-ut, edhe të thoshit qysh disar ma ke thonë njerë edhe në emision, ju edhe Samil Ushtaku, për shembull ju nga dy komandantë të rrallë që keni thonë se për çdo gjë në zonën time unë marr përgjegjësi. Çka ka ndodhur, sepse keni qenë komandant. Ka qenë më mirë më mbledhët gjithë edhe me thonë na e morrim përgjegjësinë e mos me leju institucionet të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore me utall, me ushtar, me komandanta, me generale. Një është e mirë, Milaem, që në vendin tonë nuk ka asnjë ushtar, asnjë e prorë, ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ka rezistuar ndaj forcave të rendit dhe sigurisë. Gjithë kanë shku, vetëm me ftesa. Po nëse kanë shku në shtëpi, prapë kanë shku. Kjo është e mira e madhe. Kjo është tregues që njerëzit që kanë udhëhequr me potencialet ushtarake edhe që kanë bërë sjelljen e lirisë, duan rend, legje dhe siguri. Unë e di që ka mujtë me ndodha ajo që po thoni jo, por habitëm pse sot nuk shpjegohet kur ka mundësi.
Unë e di që sot ka përpjekje dhe duhet më bisedua të tilla punë. Nuk duhet besoj dhe nuk duhet dyshoj se pas gjithë këtij operacioni për ndjekun njerëzit, mua dhe të tjerë, për luftë, tentohet diçka jashtë, që ka ndodhur jashtë lufte. Unë kisha dashur të jenë më transparent, drejtënia dhe drejtësia në vendin tonë, konkretisht Euleksi, edhe thuhet se për cilat raste sakt po ndiqet Rostem Mustafa. Sepse ka pas shumë spekulime në vendin tonë dhe në përgjithësi për njerëzit që kanë udhëheq kapacitetin e luftës dhe duhet dallohet njerëzit që kanë punuar në operacione për sjelljen e lirisë nuk duhet trajtuar në këtë mënyrë. Euleksi ka drejt, megjithëse janë bërë spekulime që 15 vjet, por në thras që ata të jenë më funksional dhe të punojnë shpejt, të mbyllin këtë raste shpejt. Ne kemi nevojë për rend, siguri dhe ligj, ne kemi nevojë të kalojmë në rrafshin tjetër, të ndiqet korrupsioni, të ndiqet krimi i organizuar dhe të bëhet luftë ndaj dukurive të këqija të tjera, të ndihmojmë shtetërtimin. Nuk ka asgjë, askush pse të merren me luftarë që kanë urdhëruar me kapacitetet që kanë sjellë deri. Lufta ka qenë luftë. Ne nuk themi që kemi qenë engjëj, ne kemi qenë luftë dhe kemi vepruar ashtu si veprojnë në luftë gjithë ushtarët e botës. Por dëbomat tona nuk kanë kom deri aty, sa me e rrezikue drejtën ndërkombëtare dhe rregullat e luftës në përgjithësi. Pra ne duhet t'ja bëjmë dije vetvetes tonë, institucioneve tona, po edhe Euleksi. Më mirë është të merret me bombat e tashme, sepse nëse s'mundem me zbulue tani çfarë po ndodh me vendin tonë, me pasurinë tonë, atëherë çfarë kërkon dikush në 2008 me grumbull dokumentesh që cili do ka quë ka mujt me dërguar në atë vend. Më mirë është punohet sot për ligje, për rend, për rregull, për ligjen se si të konfiskohet pasuria, që është fituar në mënyrë të palegjshme, se sa të vrapohet mas gjanave që s'do të ketë kurrë asgjë në fund. Pse nuk do të ketë, mendon, se s'ka ndodhur? Veçsi dëgjo, në qoftë një deputet i partisë tame, për shembull, del publikisht në parlament, Berat Buzhala, edhe thot që në fshatin tim UÇK-ja i ka rraf bashkë fshatarët e mi. Ti mendon se s'ka ndodhur kur gja? Unë nuk po mendoj hiç për atë punë, po edhe pse mos me i rraf nëse ka pas pse me i rraf. Fshatarët nuk janë të gjithë. Po ka mujt me qenë fshatin Çabreq, edhe në fshatin të juaj, edhe në fshatin tim, që është rraf dikush. Ne po flasim për rrethona lufte. Ka mujt me ardhur me u pyet dikush. Po nuk ka pas prodhim politikave, ndjekjes, njerëzve, për shembull që kanë qenë mundshme me qenë atëherë me pas filtrime me njësitet e armikut. Nuk ka pas politika ndërtuar për ndjekjen e tyre. Nuk ka pas koncepte për me zhvillu rrahjen, burgosjen edhe gjona të tilla që ka thonë ai që ju po thoni si Berat. Mirë, a është në këtë rast tani edhe nëse i referohemi arrestimit tan edhe arrestimeve të grupit të Drenicës tash Zvuni, a i kanë fajet organet e drejtësisë, prokuroria, apo ekzistojnë dëshmi se shpeshherë ne jemi mësuar me akuzu të hujt ndërkombëtarët, jo Euleksi pse i arrestoi këta. Po nëse unë shkoj edhe lëm dëshmi ndaj teje ose ti ndaj meje, natyrisht që prokuroria do hap hetime, a je dakord me mua apo jo? Unë nuk më vjen keq pse janë hap hetimet, po më vjen keq pse prolongohen edhe pse s'përfundohen. Unë para gjykatës e kam thonë, edhe nëse shpallni dënimin, shpallne, edhe unë prap ju pranoj se mekanizëm që po i ndihmoni vendin tim, edhe nuk e ndi vjetën keq. Sepse
mundën më bo gabime në fillim. Euleksi është duke filluar, duke instaluar proces në sistem drejtësisë të trenë në Kosovë. Nuk bëhet punë e madhe nëse gabon, edhe nën Rustem Mustafa. Unë jam i sigurt që ato në momentin kur vinë dhe të krahasohen nga dikush që njeh mirë drejtësinë, do t'i gjejë ato gabime. Edhe ka shku shumë kohë mas luftës. Është jo organizim i kënaqshëm edhe pritshëm vendin tonë në zhvillimin e shtetit tonë. Kështu që ne e kemi liru rrugën, ata duhet të përfundojnë rastet shpejt. Por unë besoj që më mirë është të punohet në vija tjera më shumë, duke mos harru edhe këtë mision, për ndjekin dhe allakatin e këtë bombave tona, për të vu në tabelë dhe për të pa, a ka pas diçka, po nuk ka pas. Nëse ka pas diçka, se ka pas në luftë kemi qenë. Por unë jam i sigurt që gjykatat serioze do të vinë që nuk janë ato raste që kanë mujt me prek rregullat e luftës. Këtë po e them. Edhe duke qenë kështu, unë them se janë të mirëseardhën në ardhjen e njësiteve të leksit për të pa se çka ka. Mos mendon askush që po luftohet edhe po pastrohet lufta. Lufta është e pastruar. Edhe këtë po e them, e kemi përbërsh me thënë. Lufta është bërë për të sjellë lirin, liria ka ardhur. Shteti është shpallur tash si republikë dhe po i korrim sukseset. Këtë e tutje ndiqet Rustem Mustafa dhe nëse është ndodh diçka që nuk është e pastër, ndodh me mua dhe me të bomat e mia. Nuk kam të bëj gjë me luftën. Lufta ka sjell lirin, lufta ka sjell shtetin, shteti është në organizim për kapacitetet tash, apo vëpënohen, apo shkojnë shpejt, apo jo, nuk është fajtor ndërmarrja jonë shlerimtare, po jemi fajtor ne si njerëz të edukuar ose të pa edukuar që jemi tash, që edhe këtë dallim duhet ta bëjmë. Lufta e shtetit të Kosovës nuk është duke ndjek. Mirë, a je për me kriju një farë lloj muri ndarës që njerëzit që janë kompetent me u marrë me pjesën e para luftës dhe me u formu, me u kriju një front që merret për bomat e disa njerëzve mbas luftës që kanë keq përdor pozitën e tyre, kanë keq përdor emrin e tyre. Domethënë duhet më bëni një farë lloj ndarje. Unë flas më shumë pas luftës. Çdo individ për të bomat e tij pas luftës, qoftë duke përdor pozitë, qoftë duke spekuluar, duhet të hetohet dhe duhet të konfiskohet pasuria në rend parë, dhe duhen për hir të edukimit gjeneratave tona, duhen të rejtohen ata njerëz. Ne nuk duhet të krijojmë klim ku fëmijët e mi kanë me mendu se jetohet nga hajnia edhe nga punët e liga. Ne duhet të krijojmë sistem edukues në vendin tonë, edhe ajo bëhet duke u përgjegjë secili për punën e tij, duke u ndier mirë secili në vendin e tij. Që unë për rastet e pas luftës jam për të shkuar deri në fund. Për gjithë secilin, për gjithçka. Mirë, tek liria e mediave, për ty personalisht, deri ku mund të shkohet për shembull në mënyrën e të shprehurit, se shpeshherë po i përzim opinionet me shpifje dhe akuza. Qëse një publicist, një shkrimtar, një gazetar del dhe thot se filoni janë vrasës në një medium ditor. Kjo është opinion, apo është akuzë shpifje? Unë kisha me thonë që mu më dhimbset. Nuk mundet me thonë as akuzë, nuk e quaj as shpifje, sepse nuk zën vend, duke ju pe keqardhjes ju po e trajtoni si media. Ju personalisht tani veç duke ju ardhur keq, pse ka ardhur në atë pozitë me thonë po e trajtoni, po e kanë trajtuar në media tjera. Përndryshe, njerëzit në përgjithësi në vendin tonë e dinë që është gabim edhe i dhimbset cili do që ka dalë në anën e tij. Janë njerëz që duhet të njohur dhe s'janë që duhet me fol shumë për ta.
Po vetëm ju po thoni që duhet me i injoru, po Fatos Luboni është shkrimtar dhe është prezent gati çdo natë. Sqarimet e Fatos Lubonis i kam përcjell. Sqarimet e Fatos Lubonis nuk kam pru përfundim krejt qysh është hap opinion në vendin tonë, po në s'po du me elaboru më shumë. Mirë, më dhejmë beset në qoftë se është krejt e sigur që ka thotë, më dhejmë se intelektualiteti i ti. Unë nuk di çfarë them më shumë, por janë disa gjëra që nuk preken. Unë nuk po du me folë për flamur, unë nuk po du me folë për mekanizme tjera, për institucione. Këmbi shqiptar ka pas, deri pas luftë, unë që të gjithërë si pas meje, deri në luftë, 2 figura që s'është dashur me i prek, as guxon kush me i prek. Ishin Skënderbeu dhe Nën Tereza. Ka lindi treti. Ka lindi treti sepse veprimet e tij, bomat e tij, për fillimin e luftës dhe për fillimin e operacionit shërimtar, kam fjalën për komandantin Adem Jasharin, janë qaq të mëdha, janë qaq mbi njerëzore, sa që unë e ti, po të kthehesh në vend tjetër, s'do do t'i bëni më ashtu. Është jam bjekeq, edhe e një vetën, shumë randon me folë, për këto 3 figura janë për mu të krahasueshme ndër vete, po jo me të tjerat, edhe çka do që të thoj unë e ti tash. Nuk mundem me mbrojt sepse ata janë të mbrojtën. Unë di raste për këto njerëz veprimet liga për të 3. Për të Adem Jasharit që mas me emocioni flasim tani ne tash, po di të raste i fundit, so du me zëngoj më shumë. Ne kem njerëz pe jo edukimit të mirë tyne që nësill keq me foton në Nën Terezë, ju e dini? E kem tash rast në fundit, ku ka njeri Skënderbeu statujën në Tiranë, është sill keq një emër, tash veç është mediatik. Unë s'po du me thonë çfarë. Me këto emra, edhe pse janë aq të mëdhej, njerëzit, por më bën ndoshta interesant për veti, sepse këta njerëz, nëse s'kishin me i bota veprime, si një kush në vendin tonë. Njihet edhe në psikologji që njerëzit bëjnë veprime për t'i njohur, jo se e din që duhet veprojnë. Nuk besoj që beson ai person që ka shkruar për Adem Jasharin ashtu, nuk besoj që ai nuk e ka për lakmi. Nuk besoj që ai se din që është më shumë se hero. Nuk besoj që dikush për Skënderbeu nuk e din që është emërrimja më e lartë e kombit. Nuk besoj që ka dikush që nuk e din që Nën Tereza është emërrimja jonë, nga se si Nën Tereza gjithë kemi nona këtu, po duke dalë jashtë, me mision jashtë vendi, edhe duke një bota, neve na ka bo mundi mirë gjithë me te. Edhe sot emri i saj funksionon në gjithë sektorët në vendin tonë, po edhe ma gjatë. Që këtë që po du me thonë, është dashtë të jenë këto 3 figura që unë s'kisha dashtë, unë e pranoj, esha, bëj humor me te nëse fillon me hedhë gurin dikosh në te, sepse e di që sërzohet. Nuk do dalë me mbrojt, sepse e di që s'monëm, ata e në mbrojtën, por thjesht e ndi vetën keq, si njeri, nëse e shra dika duke shkua ka këto figura. E kam pyetjen time të fundit, mendon që një debat i tillë që është hap kohëve të fundit, shumë ekstrem, i ndihmon apo e kundërta, sjell efekte negative për zhvillimin e gjithëmbarshëm të shoqërisë, debatet në shoqëri, mendimit të tjerë? Na ndihmon. Besoj që na ndihmon shumë. Është tash ndoshta me i hap rrugën më herët, sepse këto mbetje që tash uron men me folë për këto raste, duke duruar me vite, 12, 13 apo 15 vite, pe mos guxim me folë,
tash dalin edhe thojnë diçka që edhe vetë se din çka thonë. Nëse kishim me qelë rrugën ma herët ne, do të flitnin rand. Edhe do të mund gjenin diçka. Jam i sigurt që në këtë listën që sapo lexohet jo, nuk është krejt ashtu. Po nëse ke folim rand, edhe me mend, gjystojmë na me mendje, me kohë, ne mund gjojmë edhe mund gjejmë aty në atë listë, është jashtë edhe emri im që po thuhet, mund do t'jam me lik dikun. Edhe ka pas mundësi me mëzon. Mirë po, nëse i bojmë kështu, edhe në këtë formë, vetëm se bojmë pabesueshme edhe ato që Rustem Mustafa është i keq. Faleminderit shumë, komandant Rimi, nëse ke diçka me thonë për fund. Faleminderit ju, veç të ras gjithë njerëzit në ndjeshmëri për rendin, për ligjin dhe për edukimin. Të nderuar teleshikues, kjo ishte e tëra që kishim përgadit për sonte, për emisionin Pa Rrotlla. Ne do rishihemi prapë të martën që vjen. Deri atëherë natën e mirë të gjithë bashkëdhëtarët që na përcjellni kudo nëpër botë përmes valëve të radio televizionit Kosovës. Natën e mirë.